Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshë të re, moderatorja e njohur. Një ngjarje e trisht është raportuar së fundmi. Stefanie Piper, moderatorja e njohur në Austri, është dukur që nga data 23 nëntor 2025 dhe është gjetur e pajet brenda një valixheje. Natën e 23 nëntorit ajo doli nga një taksi para banesës së saj dhe papritmas humbi çdo kontakt. Të afërmit e saj deklaruan për mediat e huaja se telefoni i saj ishte i fikur, ndërsa pas kontrolleve të ushtruara në apartamentin e saj u gjet vetëm qeni. Mediat austriake raportojnë se i dyshuari kryesor për vrasjen e saj është ish partneri i Stefanis. Ai u arrestua në Sloveni pranë makinës së tij të djegur dhe më pas u ekstradua në Austri për t'u marrë në pyetje. Po ashtu bëhet me dije se dy familjarët e tij po hetohen në ndyshimin për manipulim të provave.